Mirëserdhet në Task Force, nderuar teleshikues, na keni ndjekur për gjatë orëve të pasdites edhe vetëm pak minuta më parë kur raportonte Klajdi Bodlli, gazetari ynë, nga vendngjarja, atentati të rënd të ndodhur në rreth rrotullimin e Rinasit, ka sfiduar sërish në toka kësaj radhe në një nga vendet më të sigurta, në një nga vendet më të frekuentuara, siç është aeroporti i Rinasit, ngjarje e cila ka tronditur opinionin publik për shumë faktorë. Së pari se dita nisi me një raportim shumë shpresdhënës nga ana e ministres brendshme Albuana Koçiu, sipas së cilës janë ulur ndjeshëm atentatet, sidomos ato të krimit të rënd nga 41 krahasuar me një vit më parë në 29 në këtë vit. Gjithashtu ka gjetur dhe argument për ndodhjen e 3 vrasjeve brenda një dite në muajin e kaluar, pra në tetor, duke shprehur se policia nuk mund të jetë në çdo kuzhinë apo në çdo rast në ndonjë kuzhinë pizzerie atje ku atentati ndodh, duke lënë të kuptohet se tashmë dhe me parandalimin, por edhe me sigurimin e jetës së shqiptarëve, duhet jemi në një moment të lumtur. Si për ironi të fatit, diku rreth pak minuta pas mesditës, ka ndodhur ky atentat, siç thash, në një zonë të frekuentuar, po ajo që bën situatën më të rëndë është fakti se brenda në makinë së bashku me viktimën Gilmando Dani, krau i djathtë i Shullazit, ka qenë edhe një punonjës prej 3 muajsh i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore. Ne do ta shohim sot të ngjarjen në të gjithë dimensionet, se sfidimi i rendit dhe i sigurisë në situata të tilla, më shumë se një mesazh për vetë kokat e bandave që mund të hanë njëra tjetrën, është në fakt në raport me shtetin, me atë që duhet ishte garantuesi i plot i sigurisë dhe i rendit. Ati që dikur thoshte dhe hënkshin kokat e tyre, por do ta quajmë vetëm me fat që sot asnjë qytetar në atë zonë aq të frekuentuar, makina tjera rastësore, apo edhe klient të lokaleve përreth, nuk kanë mbetur të plagosur. Bilanci është një vrarë dhe një plagosur në gjendje të rëndë, gjithsesi ne do të informohemi gjërësisht edhe nga të dërguarit tanë në vendngjarje, por edhe nga gazetarë të tjerë. Në studio mua ka mbritur Antona Bileka, është kënaqësi, drejtori dosja Pikal, sa herë më vjen në studio. Elker Bushkolla, kolegu im, redaktori Task Force dhe Sturi Televizion, Marash Logu më rikthehet në studio, këshilltar ligjor i grupit parlamentar Partisë Demokratike, mirë se më erdhe. I dashur Marash, ndërkohë Elker, përpara se unë të kaloj tek raportimi plot që ka bërë Klajdi Bodlli, i cili ka parë me sytë e tij edhe videon e atentatit, çfarë ka të fundit ka dhe ndonjë informacion lidhur me gjendjen shëndetësore të mbijetuarit? Gjendja shëndetësore të mbijetuarit për vërtetës është e rëndë, është nën kontroll intensiv nga mjekët e spitalit të traumës. I vetmi lajm i mirë në këtë histori është fakti që janë gjetur 4 armë zjarri në automjetin që u dogj në fshatin e Halit. Çka mund të arritet të hyet në automjet se qëndroni larg forcat policore. Janë gjetur 4 armë zjarri në automjet, të cilat mund të ndihmojnë policinë në sigurimin e provave të para që mund të kemi gjurmë gështrinsh apo shenja të tjera që më pas mund të pasohet me një identifikim të autorëve. Pra nuk janë ndjegur të gjitha që kanë qenë në makinë. Nuk janë ndjegur të gjitha armët që kanë qenë në makinë. Nëse gjurmët që gjenden në këto armë mund të kryqëzohen dhe me një dëshmi të mundshme, qoftë edhe paraprake, nëse përmirësohet gjendja shëndetësore e plagosur, ndoshta mund të kemi një pistë ose një orientim të policisë shtetit, por padyshim është një nga ngjarjet më të rënda të paktën për këtë vit, duke parë dinamikën, rrethanat, edhe bilancin tragjik, edhe mbi gjitha atë bilancin që ndoshta mund të ishte shumë e rëndë për shkak se breshëria plumbave është derur në bizneset për rreth rrotullimit të aeroportit të Rinasit, ndërkohë që ka qenë një orar që cilësohet si piku i lëvizjeve, pasi është një akt shumë i rëndësishëm, si është i vetmi aeroport ndërkombëtar i vendit tonë dhe mbi gjitha është një nga 3 janë pamjet vetëm një moment, Elker, ndërkohë që flasim, sepse një pjesë e pamjeve nga kamera amatore, këtu është çasti. Është një moment shumë i rëndësishëm, dhe duhet kemi parasysh të janë çastet e para pas atentatit, janë qytetarë së bashku me disa efektiv, qoftë policisë kufitare apo policisë rrugore që kanë ndodhur aty, që kanë tentuar të hapin derën e automjetit me shpresën për t'u ardhur në ndihmë personave që kanë qenë brenda. Por njëri prej tyre, Gilmando Dani, ka humbur jetën në vend pasi ka qenë në anën e pasagjerit nga ku është qelluar me breshëri automatiku, ndërsa në sendiljen e shoferit ndodhet efektivi AMP, i cili mbeti plagosur dhe aktualisht ndodhet në gjendje të rëndë në Spitalin e Traumës në Tiranë. Okej, Klajdi Bodlli, gazetari i Syri Televizion, ka qenë në vendngjarje, jo vetëm pak minuta më parë, ai ka raportuar pasi shihte në kohë reale edhe pamjet e një prej kamerave të bizneseve që ka filmuar gjithë ngjarjen e rëndë. Gjithë ngjarjen. Ja çfarë raporton Klajdi Bodlli.
Unë kam mundur që të shikoj videon se si ka ndodhur i gjithë atentati ndaj Gilman Dodani dhe Muçi Shaljani Sheqerit rreth orës 14:20 minuta. Sipas videos që kam mundur të shikoj, mjeti tip Mercedes së klasë i Gilman Dodanit afrohet drejt rreth rrotullimit të Rinasi, ndërkohë të shtënat nisin pak përpara nga automjeti tip Toyota, ka një ngjyrë blu të errët, dëgjohen të shtënat nga kamera e sigurisë dhe në këto momente, pas disa momentesh, mjeti tip Mercedes-Benz gjyri bar ndalon pak sekonda dhe më pas të rrotullohet dhe ndalon tek vijat e bardha tek rreth rrotullimi i Rinasit, ku kemi dhe foton që duket një person me derën hapur i cili duket pa shenja jete. Pikërisht në atë pozicion ndalon mjeti tip së klasë, ndërkohë pak më sipër, le të themi brenda hapësirës rreth rrotullimit, ndalon mjeti tip Toyota i autorit, i cili zbret nga dera e pasagjerit të këtij mjeti dhe me shumë mundësi ka një tjetër shofer në mjet, i afrohet Mercedesit tip së klasë, i hap derën e pasagjerit dhe qëllon disa herë me armë zjarri. Në këto moment dhe personat Gilman Dodani dhe Muçi Shaljani Sheqeri i kundërpërgjigjen autorit të vrasjes duke qelluar, duken të shtëna dhe duke tymi i armëve që del nga mjeti tip së klasë dhe në këto moment autori i maskuar me një veshje le të themi tip uniforme policia e largohet dhe hipën në mjetin tip Toyota, i cili merr menjëherë rrugën drejt Fushkrujës për të parë rrugën Vor Fushkruj, rruga nacionale Vor Fushkruj, ku më pas është gjetur mjeti i djegur